Sali Berisha është ndalur të martën në mbrëmje në qytetin e Vlorës, ku ka prezantuar kandidatët e tij për zgjedhjet e 11 majit, si dhe ka prezantuar programin që sipas kreut të Partisë Demokratike do të jetë fitues. Berisha i falenderoi vlonjatët pasi sipas tij Edi Rama nuk kandidoi më në Vlorë sepse e përzun. Ndërsa prezantoi kandidatët e Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore për qarkun e Vlorës, Berisha u ndalde tek blerja e votave. Ai tha se bandat dhe individët të cilët do të implikohen në blerje votash do të cilësohen si terrorist ndërkombëtar. Mos qëndroni në anën e të keqes. Dilni në anën e mirë, në anën e drejtë historisë. Mos u rjeshtoni me të keqen, se ne u konsiderojmë ju pasuri kombëtare. Të gjithë ju që zbatoni ligjin, keni dhe do keni respektin tonë me të madh. Natyrisht, ai që bëhet patronazhist, ai në qafë merr vetë me vetë, sepse ligji nuk ja lejon, morali e denon, ndërsa ju të tjerë keni kurajo, ndauni me të keqen, bashkohuni me popullin opozitar, bashkohuni me Shqipërinë. Pastrimi i shtëpisë është zotim solem. Shtëpia do pastrohet dhe shqiptarët do të marrin mbrapsht paratë e vjedhura nga këta qeveritarë. Këta qeveritarë që ndërtuan parajsat e tyre mbi taksat e shqiptarëve do përballen me ligjin. Pronat e tyre do të gjenden kudo që janë fshehur. Do u kthehen shqiptarëve. Grupet kriminale me gërshërët e ligjit do u pritet çdo fije me politiken dhe do vendosen para ligjit. Sot nga Vlora paralajmëroj çdo bandit kudo që ndodhet se po u implikohet me vota do të cilësoj grupe terroriste shqiptare ndërkombëtare. Dhe ja u them këtu, se një qime floku ndalë dhe tani, Donald Trump dekretoi shpalljen grupe terroriste të karteleve të drogës. Ndaj dhe u them bandave, nga Shkodra, Gjirokastër dhe kudo që janë. Mos guxoni të shtrohi, të shqetësoni, të friksoni qytetarët. Se ju jap fjalën nderit, do shpallit terrorist ndërkombëtar. Çka do thot, do keni ndërshkime që si imagjinoni. Si imagjinoni ju. Miq, ky është programi i Shqipërisë Madhështore. Ky program ju fton çdo opozitar dhe opozitar të bëhet misionar në paraqitje e këtij programi tek çdo qytetar shqiptar, tek çdo socialist, tek çdo i pa parti. Ky program është për çdo shqiptar që do në këtë vend, që do të jetojë në Shqipëri, që do të prosperojë në Shqipëri, por të shkojnë jo si politikan, jo si zyrtar. Gjatë fjalës së tij përpara mbështetësve, ai sulmoi Belinda Ballukun, për të cilën tha se nga tuneli Llogaras fitoi 50-60 milionë euro. A e dini ju miq se me tunelin e Llogaras ja mbylli syt qafës më të bukur që ka Shqipëria, që hapet pamja më madhështore e detit, për të marrë 50-60 milionë euro me Lumi Ballukun, dhe tani ndërton rrugën për t'i falimentuar të gjitha bizneset e parkut Llogaras.
I garantoj ata se ajo do korrigjohet dhe se unë kam respektin më të madh për ato investime që kanë bërë. Investimet në parkun e Llogaras janë investimet malore ndër më të bukurat, ndër më të mirat, dhe askush s'ka të drejtë të bëjë atë që po bën Edi Rama. Sheshi të flamurit. Ky s'ka flamur, por një njeri që ka flamur. Sheshi është flamuri, flamuri është sheshi. Nuk e prep kur po për ullet para ti. Miqtë e mi, vite më parë kam pritur përfaqësues tuaj të biznesit. Ata bën një projekt për parkun industrial. Ju garantoj se do ketë zonë të lirë industriale. Ju garantoj se Partia Demokratike për biznes të vogël do të ngre tavanin nga 140.000 euro për pa taksa në 180.000 euro. Berisha thanë se pas 11 majit, shqiptarët nisin udhën për të dalë në krye të vendeve të rajonit për rrogat dhe pensionet.